Mirë, rikthehemi sërish së bashku në hapësirën informative për të ndalur tek atentati që tronditi Tiranën, i ndodhur pak më parë në rrethin e Rinasit, aty ku mbeti i vrarë Gilmando Dani dhe njëkohësisht një tjetër mbeti i plagosur, bëhet fjalë për një agent të mbikëqyrjes policore. Për të folur më shumë për detajet rreth këtij atentati, mirëpres në një bashkëbisedim kolegen gazetare, njëkohësisht dhe autoren e emisionit Në Shinjesër, Klodiana Lala. Të përshëndes Klodi, të falenderoj për kohën. Mirë se u gjeta, Ariana. Në një kohë, në një ditë ku Ministra e Punëve të Brendshme Albana Koçiu sapo deklaroi që Tirana, Shqipëria është një vend i sigurt, kemi një ulje të ndjeshme të krimit dhe të numrit të vrasjeve, tronditet Tirana pikërisht me një atentat mafios të ndodhur në aeroportin e Rinasit. Fillimisht dua të pyes për dinamikën e ngjarjes dhe informacionet më të fundit që lidhen me këtë atentat. Tani Italiana, një pjesë e detajeve të kësaj ngjarje janë bërë të ditura, përsa kohë që ka edhe një reagim zyrtar nga ana e policisë së shtetit në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, që duhet thënë ka ndodhur në një nga zonat më të sigurta, ose që mendohet si më të sigurtat në kryeqytet, përsa kohë që është vetëm 200-300 metër në vijë ajrore nga aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza. Pra mendohej që aeroporti mund të jetë vendi më i sigurt dhe që sigurisht ka një siguri të lartë në raport me vendet e tjera, por edhe aty krimi nuk ka nguruar të ngrej Kalashnikovin dhe qelloi një prej emrave më të njohur të botës së krimit dhe që ka dominuar të paktën në 2 dekadat e fundit në kryeqytet. Gilmando Dani është 47 vjeçar, ka qenë i dënuar nga gjykata për krime të rënda në kuadër të një procesi penal të nisur ndaj Emiliano Shullazit, ku Gilmando Dani ishte pjesë e grupit të kriminal, dhe në tetor të vitit kaluar ai la përfundimisht qelite para burgimit, pra pasi shleu dënimin e drejtësisë shqiptare dhe u kthye jetës në normalitet. Sipas të dhënave të grumbulluara nga policia, rezulton se Gilmando Dani ishte larguar dhe jetonte pjesën më të madhe të kohës në Spanjë dhe pikërisht ditën e sotme, vetëm pak minuta përpara se qelloi për vdekje tek rrethi pranë aeroportit të Rinasit, ai kishte mbritur në një fluturim direkt nga Barcelona në drejtim të Tiranës. Në daljet e aeroportit është pritur me një automjet ngjyre bardhë në pronësi të Elvis Kosovës, që njihet si visi i garave në Tiranë, nga një mik i tij, që në fakt është paradoksale sepse rezulton agenti mbikëqyrjes policore, Muçi Shaljani ose Sheqeri njihet me mbiemër të dytë, dhe në momentin që automjeti ka hyrë në atë që njihet si rrethi i Rinasit, një automjet tjetër që mendohet me targa greke, kështu është informacioni të paktën i dhënë në polici në sallën operative, e ka parakaluar, ka qelluar në drejtim të tyre, duke lënë të vrarë Gilmando Dani dhe gjithashtu duke plagosur edhe agentin e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Është konfirmuar zyrtarisht që Gilmando Dani ka qenë shenjestra e atentatit? Po, është e konfirmuar për shkak të kaluarës së Gilmando Danit, për shkak problematikave që e ka patur, ju ka mbijetuar edhe 2 atentateve të mëhershme në vitin 2011 dhe në vitin 2015, sepse në 2015 dhe deri në 2024 ai ka qenë i arrestuar dhe ka vuajtur dënimin e drejtësisë shqiptare, sikurse thash për gjovënje ndaj Elvi Beqjas dhe gjovënje ndaj biznesmenëve të tjerë në Tiranë dhe po ashtu edhe për grup të strukturuar kriminal. Dhe fakti që është qelluar më njëherë sapo ka zbritur nga aeroporti do thotë që po ishin të interesuar dhe ishte shënjestër Gilmando Dani, sepse po donin të qellonin personin i cili e priste në aeroport, mund ta kishin qelluar edhe në vende të tjera. Pra do të thotë që në një farë mënyrë gjithçka ka qenë organizuar dhe ka qenë ai shënjestra këtij atentati, paktën për natyrën e atentatit, pra ku atentatorët e presin pikërisht sapo ai ka zbritur me të vënë këmbët e para në territorin shqiptar, pra në aeroportin e Rinasit, në një vend që ti e përmendë pak më parë, është një nga vendet më të sigurta, edhe pse historia ka treguar që më nuk ka vende të sigurta në Shqipëri, sepse ndodhi një vrasje edhe në gjykatë aty ku sigurisht do duhet. Atëherë, Daliana, që pas grabitjes së kryer brenda aeroportit të Rinasit në vitin 2018 nga grupi i strukturuar kriminal që drejtohet nga Admir Murati, i cili mbeti më pas i vrarë në shkëmbim zjarri me policinë e shtetit, pas ndjekjes pra pasi kreu gjithë grabitjen e miliona eurove dhe parave të tjera në barkun e një avioni, një bordin e një avioni, masat e sigurisë në Rinas janë shtuar ndjeshëm, po pavarësisht kësaj krimi nuk ka pyetur. Çka do thotë, bëhet fjalë për përplasje shumë të forta mes grupeve kriminale, bëhet fjalë për një atentat të mirë organizuar, edhe nga mënyra se si më pas kanë vepruar autorët, pra është një automjet i cili mendohet jetë i vjedhur me targa po ashtu të vjedhura, është vepruar në një harë kohor shumë të shkurtër, pra ata kanë patur, ekzekutorët kanë patur informacion shumë të qartë dhe mendohet që mund të ketë patur dhe njerëz pra që i kanë informuar në momentin që automjeti që kishte në bord Gilmando Danin po dilte nga pjesa e parkingut të aeroportit dhe imagjinoni me të dalë tek cepi, pra në një distancë 200-300 metra, e kanë qelluar në, mund ta them, 1 ose 2 minuta mund të ketë zgjatur gjithë kjo masakër, sepse për fat keq
kemi patjetër një të vrarë dhe një të plagosur, po mund të kishim edhe më shumë viktima sepse ka që është zonë shumë e populluar dhe janë të gjitha hotelet rreth rrotull aty që patjetër ka edhe turistë të huaj. Dhe më pas automjeti është drejtuar në drejtim të Urës së Gjollës, aty ku në fakt pjesa më e madhe e personave të cilët kryen atentate mafioze shkojnë djegin përgjithsisht automjetet në këtë zonë dhe në rastin konkret automjeti i cili dyshohet të jetë përdorur nga autorët është gjetur i djegur në fshatin Halil të Krujës. Pra do thotë që duke bërë të vështirë për të gjetur dhe gjurmët e autorëve. Patjetër, se përgjithsisht ka treguar historia që në momentin kur digjet automjeti është shumë vështirë. Po, kur ka shkrumbim të plotë është shumë vështirë. Daliana, ju e dini se ne kemi bërë shpesh biseda në studio që kur përdoret lënda djegëse ose kur i vjet flaka një automjeti dhe shkrumbet tërësisht është shumë e vështirë më pas edhe gjatë fikjes nga ana e zjarfikësve. Është shumë e vështirë për të gjetur gjurmë identifikuese të autorëve të dyshuar. Pra bëhet fjalë për një automjet i cili po e tregoj gjithë këtë dinamik për të treguar që autorët nuk kanë qenë amatorë, kanë qenë shumë të organizuar në ndërmarrjen e tyre, kanë kryer një krim në një zonë shumë populluar ku forcat e policisë, zbloku i policisë do duhet të jetë pikërisht aty sepse ju e dini që është edhe zona VIP ku hyjnë të gjithë personazhet e njohur politikës, biznesit e tjera me radhë dhe kalojnë atë pjesën e VIP-it, pra nuk hyn nga pjesa e terminalit të zakonshëm dhe konsiderohet si një zonë shumë e sigurt. Po pavarësisht kësaj, nuk është pyetur, është qelluar ndaj këtij personi dhe shikosh ajo çfarë ishte më tronditse se ju e nisët me ministrin dhe do të ndalem pak aty, çfarë ishte më